rezultatit, 19 për shkarkim, 61 kundër. Me gjas mund të shkojmë drejt... Pa e kom di qatë ditë që e bodi ka LDK-ja. Qatë ditë që e ke përkroa të lumira fizikun e ka unë. Ka fizikun. Ky skenari që në kuptante me mbjetu Lumira Abdigjiku barte me vete edhe një farë dozet mundësisë e ekzistencës tutjet LDK-s pa rrudh shumë për një reform të re në kuptimin edhe konceptual, sepse dorën zemër ajo hapësira që ka pas LDK-ja si formacion politik liberal, demokrat, mbetet pastaj e zbrast. Edhe ajo do duhet të mbushej pastaj. Mirë, po ky skenari i dytë është katastrofal për LDK-n, sepse hapet kutia Pandorës pastaj, aty do të jetë... Ka interesu kush është që ke Pandora? Po, që vjen prej aktrimit e ke parasysh. Aty do të kemi një garë të rrept pastaj, mes konkurrentëve të fuqishëm, brenda. Unë e shoh për shembull këtë zonën Bajrami si mundësi që ajo ta marrë drejtimin për një periudhë një vjeçare dhe në kuvendin e ardhshëm, mirë po në rast till padyshim se do të kemi rrudhje të mëdha të LDK-s. Ndërkaq beteja për ta imponuar skenarin tjetër edhe më të keq për LDK-n është lakimi i emrit për Parim Rama. Atë praktikisht do të kishim të bënim, jo më me LDK-n, po me një komplement dhe shtesë deg të PDK-s. Dhe... Që është për lidhë qëto? Po e lidhë me zgjedhjen Prishtinë, me drejtuese të qeverisë komunale. Mirë, kur që ka punë dy ministënitën, koalicionet? Në Prishtinë. Jo, tash për shembull pse do të janë nisë prej qetoshit? Pse jo në dy ministënitën? Kush e ka bërë marrëveshjen me PDK-n? Me PDK-n e kanë bërë po të njëjtit që do ta bënin ka bërë Lumira Abdigjiku. Po do ta bënte edhe Lumira Abdigjiku, po do t'i ndante 50-50 ose 60-40. Aktualisht ti s'ke drejtor të LDK-s në komunë Prishtinës, po kush po thot? Ma thuj në emër me pesh? Ndëgjo. A din çush ka qenë për zgjedhja? E patëm Florian Dushin edhe na tregoj. Po. Florian Dushi dhe na tregoj që degt e Prishtinës i kanë qu emnat se kush duhet mu bo drejtor, o për zgjedhën në mesin e emrave që i kanë qu degt.